ta kenë të qartë gjithë, nuk shmangen dot. Sepse në dorë, po ja u them edhe herë, në dorë nuk është puna se e ka marrë Spaku si Spak. Spaku do bëjë vetëm thjesht veprime. Në dorë e ka FBI-a dhe edhe DEA amerikanë. Jo se mua më bëhet qefi që e kanë këta dhe nuk e, unë do doja me gjithë shpirt që t'ishe Spaku. Zoti Raporti, po si futet DEA dhe FBI në këtë dosje? Se kjo është çështje e brendshme këtu, me atë që të paktën paraprakisht sipas mediave dihet. Pikërisht pra kjo është ajo pjesa që këta janë në bashkëpunim. Këta janë në bashkëpunim dhe nuk dalin ata, dalin del Spaku, po Spaku është i detyruar të dalin. Se thash kur vajti në Amerikë Dumani dha llogari pse nuk është vepruar. Nuk dha llogari sepse këta kanë firmos gjithë kur janë bërë pjesë e Spaku dhe GKK-s kanë shkuar në Amerikë që si u kujtohet. Komplet Spaku bën dhe foto andeje. Kanë vajtë dhe kanë firmos atje. Atje kanë firmos. Kanë firmos që do zbatojnë ligjin. Dhe atje kërkohet e sa pse nuk është zbatuar ligji. Që është kjo diferencim? Ju thoni që ka një listë nga Amerika. Patjetër. Ora unë nuk kam thënë janë në gjohë vite përpara, jo vite, por në 2021 unë deklarova që janë 243 emra që janë non grata politikan, gjyqtar, prokuror, biznesmen, oligarkët e partive që thonë ta se bojnë oligarka, e që i veten oligarkë. Por problemi është se ka një bashkëpunim. Nëse Trumpi e shpalli organizat kriminale, Sorosin, tash kjo organizatë kriminale ndiqet në gjithë botën. Nuk ndiqet vetëm në Amerikë. Al-Qaeda ndiqet në gjithë botën si u shpallësh organizatë kriminale. Dhe ndiqet në çdo vend botës që tjetër. Dhe po ta vëni re, pse në Dubai këta sot po i marrin në këtë lloj forme kaq lirshëm, kaq shumë. Pse? Sepse është DEA si më thon shkesi. Dhe prandaj edhe këta tashmë është hap rruga për këta kriminalë që ndodhin në Dubai. Se të gjithë gjërat kanë dalë rrjedhin nga ato telefonatat e Goçalit dhe Skype, që këta kërkuan me çdo kusht ta hidhin nga gjykata kushtetuese, mos i quante prova. Po çuditërisht gjykata nuk guxonte dot se ishte marrë një vendim në Europë që do quhen prova. Kështu që edhe gjykata shqiptare quajti prova. Por ju ka dalë emri të gjithëve këtyre, pa përjashtim. Rama është i pari. Ministra, drejtora policisë, shefa komisariatesh, shefa krimesh, i ke gjithë aty të regjistruar. Megjithatë, zoti janë të gjithë regjistruar. Dhe emër kriminali, për çfarë do e përmeni emrin e kryeministrit? Nëse nuk e njeh, nëse nuk ka lidhje. Për këtë punë do e përmeni. Për aferat që ata bëjnë, për kontrabandën që bëjnë. Se kur do fiket radari, kur do hapet. Keni dëgjuar po ka shkojë që s'flasin për portën Durrësit. Pse? Po skandali që ndodhi me portin e aeroportin e Vlorës. Po pse tuneli llogarash është i pakët? Po rrugët që janë bërë janë pakët? Po milionat që janë hedhë në rrugë e 23 milionë euro një kilometër rrugë, është e pakët? Dhe këto lekë ku shkojnë? Se gjithë problemi është që këto lekë ku shkojnë? Unë kam shpjeguar një herë. Amerika ka problem kur i merr lekët o zotëri. Dhe ne jemi ajo pjesë, ne po bëjmë atë pjesën e mafjas. Dhe kryetari i mafjas është Edi Rama. Ore, duhet ta pranojmë. Pse nuk e përmendin një pyetje, pse nuk e përmendin politikanët thonë narkoshtet dhe nuk thonë mafja shtet. Se ky është mafja, ky ka president, ky ka kryeminist, ky ka gjykat kushtetuese, ky ka gjykat në lart, ky ka bashkitë, ky ka rojet, ky ka media, ky ka çdo gjë. Pra një njeri që ka në dorë të gjitha. Dhe kur raportet e Departamentit Shtetit dhe të Europës e cilësojnë të tillë, vetëm politikanë shqiptarë kanë frikë ta thonë llafin e tillë. Pse? Përgjigjen ata jo. Se po përgjigja unë pastaj është. Por pavarësisht se të hënën mund të merret e pa euro ose jo zonja Balluku, ajo mund ta vazhdojë detyrën apo gabohem këtu? Jo, varet nga masa, pastaj masi merr
masi merr njoftimin për akuzën, merr dhe masën e sigurisë.